this? Do we have to endure a government that breaks and bends the law for their own political agendas? Or do we have to stay silent when they kill our animals, steal our land, and destroy our nature? You are building a system where young people with small pockets but big dreams are leaving this country to build future in other lands. What a shame! There was a time that I was a young student here. Me and many others know what it means to feel weak, hopeless, and afraid of fighting a corrupted system. But today, this young generation is braver than us. They are following the right path. They're choosing the right path, or believing in their own powers and fighting for their rights. I want to thank everyone for supporting now, but now it's time that we need more than just emotional support. We need all international institutions, organizations, NGOs, media, all people with power and influence. Take a look at what is happening and support us to break this system. Support us, intervene and investigate. We have to change. Albania is not for sale. We cannot sell our identity for a false future. This is not negotiable. Thank you. Atëherë në vazhdon e denoncimeve në anglisht, ju kemi thënë që kjo protest ka transformu Shqipërinë dhe po jep një mësim gjithë botës. Mes nesh kemi shumë turista nga gjithë bota që janë bashkuar kësaj proteste model. Ftoj një turist nga Belgjika për të denoncuar krimet e narko-state. Hello, dear Mr. Rama, I've been a guest as a tourist in your country for 2 weeks. In those 2 weeks, I fell in love with the people, the culture and its soul, but not with its towers. Mr. Rama, development is not the problem. Selling your country to investors while ordinary Albanians are priced out is. Albania belongs to its people, not to the highest bidder. Keep the soul of Albania. Don't sell it out. Thank you. Faleminderit, thank you. Belgjika është me ne. Mi brava te. Mi brava Shqipëria e re. Mi brava Shqipëria e lirë. Ka marrë nga Berlini posaçërisht. Nuk ka marrë vetëm. Ka marrë djalin tim 1 vjeç dhe mua. Nuk më zgjidhe veri. Kam 2 javë që i vendoj çdo ditë që të pres biletën, prandaj ndodhem sot këtu. Prandaj kjo diaspora duhet vi në Shqipëri. Tërheqja e Ramës është fakt. Unë nuk jam këtu për të kërkuar tërheqjen. Kjo është fakt dhe e keni arritur ju. Unë jam këtu për të prezantuar manifestin e Shqipërisë së re. Manifestin e Shqipërisë të lirë. Manifesti i Shqipërisë të lirë kërkon një vizion. Kërkon parime. Edhe ky manifest ka një vizion dhe ka 2 parime bazë themelore. Vizioni i Shqipërisë të re është një Shqipëri e drejtë, një Shqipëri e sigurt, një Shqipëri moderne, një Shqipëri europiane, një Shqipëri e shëndrueshme. Ne ka duhet vizioni e Tiranës, vizioni i betonit, vizioni i largimit shqiptarëve, vizioni i vjedhjes, vizioni i korrupsionit, vizioni i krimit. Ne do të kërkojmë Shqipërinë e re, bashkë, diaspora, Shqipëria, Kosova, shqiptarët Maqedoni, shqiptarët Marsi,
përgjësia. Pushteti nuk është privilegj. Pushteti është përgjësi. Është llogaridhënie. Është transparent. A keni parë çka ka ndodhur? Frikë policia se s'ka diplom. Dhe ka diplom. Frikë ndrira spital. Operacion. Tur. Akuzohen ministrat për korrupsion, nuk e jep njeri tërheqje me këtë prej. Qa duhet ndodhi? Dokohen u mejt, shemë duhe, shemë drugët, dhile toka, asgjë nuk jep tërheqje. Kjo duhet marrë fund. Duhet marrë fund, si shka marrë fund e Dirama. Kama dhe parimin e dytë, Maro. Parimi i dytë është fuqizimi. Ne duhet fuqizojmë njerëzit. Njerëzit nga Shqipërisë fuqizojnë, por njerëzit më të zotë, sepse është sistemi që i ndihmon. Ne duhet fuqizojmë ekonominë, ne duhet një ekonomi konkurruese, jo një ekonomi e kapur nga oligarkët e Edi Ramës, jo monopoli e Edi Ramës, duhet një konkurrencë të ndershme. Duhet pushtetje për shqiptarët, duhet pushtetje për njerëzit. Duhet ta mbyllë fundin. Che Guevara në fjalimin e tij në kohët e shkuara ka thënë vetëm dy fjalë. Patria o muerte! Liri o vdekje! Andrea o vdekje! Liri o vdekje! Rap Shqipëria! Shqipëria shqiptarëve! Shqipëria shqiptarëve! Shqipëria shqiptarëve! Privatizuan shtetin, ne privatizuan politikën. Prandaj kjo protest është ndërmarrja me politike në këtë vend për momentin. Të dashur protestues, sot është shembul edhe gardi i dardhës së Librashtit. Ky është një akt i madh politik. Pas shëmbje të gardit të Gronecit, pas shëmbje të gardit të Rjolit, ky është padyshim nga aktet më të fuqishme politike që ka ndodhur këto ditë. Ju lutem shumë të jemi shumë qartë. Ky popull që është këtu, është populli që mbar virtytet më të larta qytetare. Nuk është ashtu siç thotë Dragin nga Kurish. Ne nuk jemi si thonë ai, ne nuk jemi fashist dhe buallej. Po ku ka fashist më të madh se në mesnatë të lajmëroj gjithë administratën e tij, gjithë kabinetin dhe në pustin e tij, që t'i shpërndajnë postime të rjetin e tij social. A ka fashist më të madh se ky, o protestues nderuar? Ne jemi të qartë, se ne jemi në rrugën e drejtë, ne jemi në rrugën e virtytit, ne jemi në rrugën e politikës. Poshtë oligarkia, poshtë autokracia, poshtë establishmenti, rronë Shqipëria e ndershme. Fjala që do themi kam si një nga ju e jo si një gazetar. 15 ditë është bërë historia në Tiranë, është bërë historia në Shqipëri, është bërë historia në diasporë. Shqiptarët janë ngritur për herë të parë në 36 vite për Shqipërinë, për dignitetin e tyre, kundër korrupsionit, kundër shpopullimit, kundër kësaj klase politike 36 vjeçare. Që ka vjedhur të vend më shumë se asnjëherë. Jemi në anën e dur të historisë, të gjithë duhet ta kuptojnë. Jemi në anën e dur të historisë dhe historinë po e bëjmë ne, të gjithë ne. Për çfarë po protestojmë? Po protestojmë kundër korrupsionit, për shëndetësi, për arsim, kundër shpopullimit, kundër rritjes të çmimeve.
një njeri nuk e di për çfarë po protestoj. Vetëm një njeri nuk e di pse ne jemi këtu prej 15 ditësh. Është kryeministri Edi Rama. Ai nuk e di pse jemi ne këtu. Ai s'ka folur as një fjalë për korrupsionin. Ai nuk ka folur as një fjalë për shpërbullimin. Ai nuk ka folur as një fjalë për shëndetësinë, për arsimin, për çmimet, për të ardhmen tonë. Po presin që ne të lodhemi. Po si mund të lodhemi ne kur ata nuk lodhen duke vjedhur? Po si mund të lodhemi ne kur ata për 36 vite duke lodhur ne, duke abuzuar, duke na vjedhur të ardhmen tonë, duke na vjedhur shpresën? Flasin për agenda. Agenda jonë në Shqipëria, agenda e tyre është vjedhja. E ka treguar historia. A ne ka vjedhur apo jo? A është e vjedhur Shqipëria? Na flasin për turizmin. Kjo protest po pengon turizmin. Sa turist kam parë në këtë protest. Po, kur këta kanë merakun e turizmit, se vjedhin vetë. Se na e kanë marrë të ardhmen, shpresën, mundësin për t'jetuar në Shqipëri. A e dini ju se ne apo familjarët tanë, të cilët do duhet shkojnë në spitale sot, vetëm tek reanimacioni qendror i QSUT-s ka vetëm 30 vende. 30 vende do duhet që njëri atje të vdes që të hyjë tjetri. Ose ai që pret do duhet vdes se nuk ka vende. A e dini ju se tek spitali francez gjyshëritar i kanë lënë një vit e gjys pa lente, duke bërë që shikimi e tyre të humbas në mënyrë graduale. Një nën që e kam intervistuar e kishte humbur shikimin, kishte 7 muaj që priste. Nuk ishte para për të shkuar në privat. A e dini ju se pacientët që vuajnë nga leuqemia sot po luftojnë me jetën. Po luftojnë me jetën dhe spital 2 muaj nuk ka ilaçe. Prej 2 muajsh në spitalin e QSUT-s nuk ka ilaçe për leuqemin. Edhe tek spitali onkologjik, nëna dhe motrat tona nuk trajtohen sot për kancerin ginekologjik se pajisja nuk punon. Se këta thonë që pajisjen do ta sjellin në fund të vitit. Po a pret kanceri? A pret kanceri për këta? A dini ju çfarë bëjnë këta? Kur bie kanceri tek ata, marrin avionin dhe ikin jashtë. Marrin lek shtetit dhe ikin jashtë. Ne do duhet përballemi këtu pa ilaçe, pa pajisje. E ndërkohë ata shkojnë edhe në Amerikë për të trajtuar sëmundjen e tyre. Kjo është ajo çfarë na kanë lënë sot. Prandaj do duhet të reagojnë. Ata na lënë me vetë vdesin, kurse vetë shkojnë kudo, na i gjenë para. Pse fëmijët e tyre shkollohen jashtë kur arsimi në Shqipëri është europian? Ku i gjenë ata para? E fundit, kjo çfarë po ndodh unë e thash është historike. Mos e lini të shuhet, sepse do shuhet e ardhmja jonë. Nuk mundemi do ta shuhem, sepse kjo çfarë po ndodh nuk mund të ndodh më. Do duhet gjithë i bashkohemi siç janë bashkuar prej 15 ditësh për Shqipërinë tonë, për të ardhmen tonë, për fëmijët tanë, për nënat, për gjyshrit, për baballarët, për këtë flamur. Inxhinier ekonomik që ka ardhur nga Belgjika. Mirëmbrëma shqiptar. Jam Richard Kojeni, jam inxhinier. Kam ardhur dje nga Belgjika për të protestuar këtu me ju. Sepse më thënë Shqipëria është tragedi
që unë edhe mira fëmijë të tjerë shqiptarë kemi lindë e jemi rritë jashtë vendit tonë. Rama e vazhdon këtë tragedi. Rama vazhdon me shpopullu Shqipërinë. Tani, a i do me kryu resorte elitar, kur shqiptarët nuk kanë 24 orë dritë e ujë. A ekziston kjo? Do i bie shkurt, një fjalë kam për të. Jem tërheqje, do ja them edhe frëngjisht, ta kuptoj edhe bota. E mbas e kupton edhe ai pak më mirë. Rama, që doa demisione. Rama demision, Rama jem tërheqje. Atëherë ftoj një mjeke e cila ka ardhur nga Gjermania. Ju e dini shumë mirë se 12 vitet e fundit 80% e mjekëve, infermerëve janë arratisur nga Shqipëria si rezultati krije kriminalit dhe tradhtarit e Rama.